I zhdukur që prej 2 prillit i mituri nga Korça gjendet në Durrës. Është gjetur këtë të njëjtë në qytetin e Durrësit 16 vjeçari nga Korça, Angelo Abidini, i cili rezultonte i zhdukur që prej 2 prillit, kur ishte larguar nga banesa e tij në rrethana misterioze dhe nuk ishte kthyer më. Ka qenë policia e Durrësit ajo që ka gjetur Angelo Abidinin, i cili është ndoshta mirë dhe aktualisht ndodhet në ambientet e komisariatit Korçës së bashku me familjarët e tij. Prindrit e të miturit denoncuan edhe në media zhdukjen e djalit të tyre, ku dyshonin se ai ishte larguar nga banesa pas problemeve me policin, pasi ishte përfshirë në një vjedhje në qytetin e Korçës, së bashku me një 30 vjeçar i cili aktualisht është në burg. I mituri është dënuar me shërbim prove për aktin e kryer. Kjo nuk është hera e parë që Angelo Abidini largohet nga banesa pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe në dhjetor të vitit 2024, në kohën kur prokuroria e Korçës përfundoi hetimin për aktin që ai kishte kryer. Në atë kohë ai qëndroi 5 ditë larg banesës dhe më pas ishte kthyer sërish.